Përshëndetje nga edicioni informativ, ndalemi në aktualitet. Në qytetin e Vlorës vijon puna për lidhjen e rrjetit të ujësillësit në brendësi të lagjeve, ndërsa sipas kreut të ujësillësit, Klevis Kaso, punimet do të ndërpritjen me nisjen e sezonit turistik për shkak të fluksit të pushuesve. Projekti i ri i ujësillësit në Vlorë ndodhet në një fazë të avancuar, ndërsa puna vijon çdo ditë me lidhjen e rrjetit në brendësi të lagjeve dhe zonave të qytetit. Drejtori i SHA Ujësillës Vlorë, Klevis Kaso, ka theksuar se punimet pritet të vijojnë deri në nisjen e sezonit turistik për të ndërprerë më pas për shkak të fluksit të pushuesve. Aktualisht është duke punuar për lidhjen e nyjeve të rrjetit të ri të ujësillësit me brendësitë e lagjeve, ndërsa paralelisht po punohet edhe për riasfaltimin e të gjitha segmenteve rrugore me qëllim lehtësimin e lëvizjes gjatë sezonit turistik. Projekti ndërtimit të rrjetit të brendshëm tani më në qytetin e Vlorës është në një fazë të avancuar, ku çdo të martë lidhen nyjet me zonat e caktuara dhe ku përkon dhe me ndërprerjen e ujit të pijshëm për qytetarët dhe konsumatorët e qytetit të Vlorës. Jemi në fazën e avancuar sepse po punohet në mënyrë intensive çdo të martë, ndërkohë po punohet paralelisht dhe me asfaltimin e problematikave që ujësillësi ka shkaktuar infrastrukturës së qytetit dhe deri në fillimin e sezonit turistik kjo fazë do të ketë përfunduar dhe do të jemi në fazën lehtësuese për sezonin turistik, duke mos operuar më në lidhjen e këtyre nyjeve në zonat turistike të qytetit dhe në një moment të dytë mbasi sezoni turistik të ketë përfunduar do të jemi përsëri operativ për të bërë të mundur që ky projekt të lidhet brenda fundit të vitit. Nuk e kemi një datë fikse, por po punohet që deri në datën 15 të arrihet maksimalisht një numër i lidhjes nyjeve me zonat e caktuara, por dhe asfaltimi që është diçka më lehtë për t'u arrirë se sa lidhja e nyjeve, do të jetë, besoj, shumë i arrirë që 90% e qytetit ose diçka dhe më tepër të jetë i ri asfaltuar për të ardhur në ndihmë infrastrukturës dhe lëvizjes së mjeteve në qytet. Kaso bëri të ditur se puna po vijon edhe në disa projekte të tjera të rëndësishme, ndërto përmendet furnizimin me ujë i lagjes Partizani si dhe i fshatit Bestrov, zona që kanë patur probleme në furnizimin me ujë. Një tjetër ndërhyrje e rëndësishme lidhet edhe me rrjetin e kanalizimeve të ujrave të zeza në zonën e plazhit të vjetër. Ndërkohë po punohet paralelisht edhe për një linjë të rëndësishme nga zona e Kalas në drejtim të Radhimës, ku ndodhet një numër i lartë strukturash turistike. Një tjetër ndërhyrje është duke zhvilluar edhe në fshatin Amunic, por njëkohësisht edhe në Himar. Intervista juaj përkon në ditën ose datën që unë bëj një muaj në krye të kësaj drejtorie dhe së bashku me inxhinierat, drejtuesat e degëve teknike dhe tregtare të ndërmarrjes kemi hapur disa fronte pune ku po operojmë në disa lagje të ndryshme për përmirësimin me ujë të pijshëm dhe përmirësimin e rrjetit të kanalizimeve të ujrave të zeza, ku një nga lagjet që po kemi filluar mbas një mungese shumë të theksuar të ujit viteve të fundit është lagja Partizani, një pjesë e skajshme asaj lagje ku banorët janë duke bërë lidhje të reja ose duke bërë akt marrëveshje me drejtorinë për pagesën e detyrimeve. Gjithashtu do të kthejmë ujin e pijshëm brenda këtyre ditëve në fshatin Bestrov, ku është një nga fshatrat po ashtu problematik si lagja që përmendëm. Jemi duke shtruar një linjë për ujin e pijshëm nga Kalaja deri në Radhim, ku do të përmirësoj shumë ndjeshëm furnizim me ujë të pijshëm të hotelerive dhe të gjitha strukturave ose njësive të biznesit që operojnë në këtë zonë. Gjithashtu jemi duke punuar dhe në fshatra të tjerë ose jemi duke marrë projektin e fshatit Amonic ku si pasojë e rishkitjeve të dherave dhe prishjes së kaptazhit që furnizonte fshati me ujë të pijshëm, do të implementohet një projekt i ri. Në Matogjin po ashtu jemi në këto kushte ku si pasojë e shkitjes së dherave ka pasur dëmtim rrjeti i furnizimit me ujë të pijshëm. Të gjitha jemi po ashtu në një proces përmirësimi të rrjetit të kanalizimeve në plazhin e vjetër ku të gjithë e dimë që numri i lartë i turistave për gjatë sezonit turistik bën një mbingarkesë të këtij rrjeti. Domethënë kapaciteti i drejtorisë tonë, forcat e shumta që drejtoria ka janë duke operuar mjaftueshëm në të gjitha zonat e qytetit për një përmirësim momental për qytetarët e Vlorës, por jo vetëm në qytetin e Vlorës, gjithashtu dhe në Himar jemi duke ndërmarrë faza
ndërgjegjësimi dhe rifaturimi ose mbledhjes së detyrimeve nga subjektet për t'jallë atyre në një sezon më të mirë turistik. Kjo është një punë e ngritur tani më dhe një standard i vendosur nga drejtoria jonë për të mirë të konsumatorëve dhe klientëve që kjo shoqëri ka. Projekti i ri i ujësjellësit është mjaft i rëndësishëm për qytetin e Vlorës dhe që ndodhet në një fazë të avancuar me synim për përmirësimin e ndjeshën të furnizimit me ujë për banorët dhe zonat turistike. Pragnisja e sezonit veror në Vlorë, qytetarët mendojnë se ende ka shumë elementë që duhen përmirësuar që nga pastërtia dhe mungesa me ujë të pishëm, të cilët sipas tyre nuk janë ende në standardet e kërkuara. Një problem madhor sipas qytetarëve mbetet dhe shërbimi i transportit urban. Jemi në prag të nisjes së sezonit veror dhe në qytetin e Vlorës ka shumë ende për të përmirësuar. Kështu mendojnë qytetarët plonjat në intervistat për Blu Televizion. Sipas tyre, ajo çfarë duhet përmirësuar vazhdon të jetë pastërtia dhe mungesa me ujë të pishëm, ku në këtë drejtim sipas tyre nuk janë ende në standardet e kërkuara. Qytetarët e Vlorës e vendosin theksin veçanërisht edhe tek infrastruktura, ku rrugët e Vlorës sipas tyre janë të amortizuara e duhet me patjetër të asfaltohen. Qytetarët mendojnë gjithashtu se duhet të ketë një rritje të pagave dhe pensioneve që ndikojnë drejt për drejt në rritjen e mirëqenies ekonomike, por edhe në hapjen e vendeve të reja të punës, kryesisht në fabrika apo uzina. Një tjetër problem madhor sipas tyre është edhe shërbimi i transportit urban. Vlora ka për të përmirësuar fillimisht strukturën. Një, vënie në rregull të këtyre biznesmenëve, që se njeri qojnë çmimet njeri, i qojnë se për tullur vështirë të ulin. Një, pastërtia. Dy, sigurimi i ujit dhe i dritave, sepse ka dhe në tilla gjëra, po kryesore është pastërtia. Sepse ka po të shikosh tani që të bësh një xhiro deri në fund të Rapi, shikon që disa kazane i kanë jo vetëm që janë mbushur, po janë edhe jashtë mbeturinat. Pastërtia kryesore. Pse vjen kjo? Është neglizhenca. Neglizhenca një, edhe e dyta. Ato firma që i kanë nuk i vënë në punë njerëzit. Por njerëzit janë vetëm për të marrë rrogën dhe jo për të bërë punën. Gjithmonë. Gjithmonë. Gjithmonë ujë pishëm një, edhe kanalizimet që bllokohen u bën dy. Janë dy probleme. Edhe ujë pishëm edhe kanalizimet të Vlorës. Këto duhet të bërë që neve në radhë të parë duhet të bëhemi një qytet model. Sepse jemi në një vend shumë të mirë, jemi në një qytet shumë të mirë që na mungon vetëm që të punojmë. Mos punojmë shumë, po edhe sikur të punojmë mesatarisht, ne arrijmë që të bëhemi një qytet model. Po në gjitha, që nga ujrat, rrugët, ujë dere në det, ne në qezë mas kemi. E të tjera. Jo, gjatë sezonit, po kjo është një problem. Po është i përhershëm ujë. është i përhershëm. Si do E të tjera janë gjitha të gjëra, kështu që kur ben shumë, kur bet stiv, gjëja nuk ndreqen, duhet filluar nga fillimi, një nga një të rregullohet, nuk ndreqen. Gjitha, më të gjitha, njeriu do të gjitha, do të haj, do të vishet, do të marr ilaçe, do të gjitha, do të qethet, do të gjitha. Ulëritshëm të gjitha gjërat. Po spitali, sipër. Të vesh spital atje janë bërë doktorat si lypsa, e kanë humbur fare pamjen e mjekut. Shikojnë nga duart. Ka ndryshuar, çdo gjë ka ndryshuar, turist plot. Tash është problemi këtu që 2 milion shqiptarë, 10 milion turist, ç'është kjo muhabet? Pse po s'u ndalua kjo ike e popullit jashtë, shqiptarë jashtë. Pse ikën populli? Jo pse ikën populli. Pasurinë nën toksore mbi toksorit ka Shqipëria, pozicion gjeografik ka Shqipëria. Po këto fabrika, uzina që ishin këto, nëse nuk ishin moderne, të modifikoheshin, të bëheshin. Po kjo për mua është një gjenocid i papar. Pse? Ikën të gjithë. Kur ti mbyll 550 fabrika, mbyll të gjitha, ushtrinë e tëra këto i jashtë, çfarë do bëj populli? Do iki. S'ka punë, ikën. E tash i para vazhdon kjo. Kjo vazhdon ikja. Mira se kjo ka bërë rrugë e kështu, ka bërë shumë gjëra, por ama është një problem tjetër që duhet të rritet mirëqenia e popullit, duhet të rritet pension, duhet të rritet. Janë shumë gjëra që çalojnë. Kupton? Në lidhje, po s'pati populli,
rrogën të mirë ose pensionisti pension të mirë e të gjitha. Po nuk pati fabrika dhe uzina. Fabrika uzina është ajo që rrit mirëqenien e popullit. Qa do rrisin këta me këto që punon ai bariste, kamariere këto në përbare. Këtu vetëm ka ngel turizëm në Shqipëri. S'ka zi tjetër. Shikoj unë këtë euro, fillimi ishte 1, tash e ka rënë fare, kupton. Nuk e di, po këtu po s'u bën fabrika dhe uzina. Nuk e cet para. Ora të tëra përduni ka qatë të përmisoj. Pasërtia mos funksionimi i rregullt me ujë të pishëm, transporti urban mes orareve dhe linjave të papërshtatshme në Vlorë janë disa prej problematikave më të evidentuara në Vlorë gjatë sezonit turistik veror, edhe sipas turistëve të huaj, të cilët kanë zgjedhur qytetin për të pushuar. Më shumë se 60 familje në një nga zonat e lagjes 24 maj të Vlorës përballen me vështirësi në jetën e tyre të përditshme. Mungesa e investimeve në infrastrukturë, që nga ndërqimi deri te koshat e mbeturinave, janë problematika që nuk kanë marrë asnjëherë zgjidhje sipas tyre. Më shumë se 60 familje në lagjen 24 maj të Vlorës pranë stacionit të mallrave përballen me vështirësi në jetesën e tyre të përditshme. Mungesa e investimeve në infrastrukturë, mungesa e ndriçimit, si dhe mungesa e koshave të mbeturinave janë problematika që nuk kanë marrë asnjëherë zgjidhje për këtë blok banimi. Banorët e zonës shprehen se situata është shqetësuese ndërsa për gati 30 vite në këtë rrugë nuk është ndërhyrë, por nuk është vetëm ky shqetësimi. Në zonë mungon ndriçimi rrugor, ndërsa për vendosjen e koshave të mbeturinave, sipas tyre është e kohë të flitet pasi nuk janë vendosur asnjëherë. Banorët theksojnë se sa herë ka fushata elektorale, premtimet nuk mungojnë, por ato mbeten të tilla. Problem se kjo ka ngelur për 2 kilometra rrugë. 2 kilometra, deri aty kryet, pastaj andaj vazhdon. Është asfalt. Kjo ka ngelur për 2. Për gjëra shumë të vogla janë. Gjë të vogla, por që nuk është vendore. Po, s'është vendore. Asfalti këtu ka qenë më i mirë se ç'është sot. Po koha e pruri vetë. Është në disa herë për të bërë. Po, premtimet kanë qenë shumë. Premtimet kanë qenë, po asgjë s'është bërë. Sa familje jetojnë në këtë lagje afërsisht? Afërsisht tu, domethënë gjithë kjo rrezik mbi 100. 100. Po. Sa është problem kjo rruga për juve? Që bën çdo ditë? Problemi është problem. Më jo dihet apo. Do ndërhyrë. Po, detyrimisht. Sa vite keni që jetoni këtu në këtë lagje? Që nuk mishin. Kjo rrugë kështu ka qenë? Ka patur probleme? Është problem për juve? Po, problem. Po, dhe keq është. Jo e shtruar. Keni dhe probleme, më thanë, kontenjerësh, koshash për mbeturinat? Ato nuk janë. S'ka fare? Ja. Si, është vështirë për moshën edhe për fëmijët kjo rrugë kështu? Me grupa, me gjëra? Kalamaj s'ka fare. Thuaj se s'ka. Është premtuar që do bëhet rruga? Nuk e di, nuk. Sa familje jetojnë këtu? Tani shtëpia ka, po me sa janë bosh, sa kështu nuk e di. Nuk të them dot gjë. Mbani më të kur është vendor për të fundit të rrugë? Unë se besoj, nuk kjo ka qenë e shtruar, pastaj është bërë kështu, ja, nuk ka shumë. Si janë kushtet e rrugës? Ja, nuk duket rruga këtu. Si janë? Si janë, ja për tur, 30 vjet këtu se vendor fare për asnjë gjë. Unë kam makinë edhe që do makinën, ku ta qësh? Nëse si më do të me kem. Është problem? Po. Është vënë një herë dorë, zonjë? Asnjëherë. Kaq vite, 30 vjet kam unë këtu. Është premtuar? Kam premtuar, kur bëja votat vinë sa herët, po kështu asnjë gjë s'na kanë dhënë. Më thanë që ka dhe munges koshash. Kosha e gjitha. S'ka, po si ja bëri ku i vjen? S'ka asnjë gjë, ja. I djegim kështu i mbledhim, ku ti çoj? Ai që ka makinë çon lart. Na koshat e ushqimori. Kjo rruga, mbani mend kur është vendor për të fundit? Nuk është vendor fare, këtu iç, vetëm se e kemi mbushur ne vetë. Keni mbush vetë? Po. Kjo rruga, çfarë gjendje është? Ja, si që shikoni, katastrofë. Do e bëjmë sot, do e bëjmë nesër. Sa familje jetojnë në këtë lagje afërsisht? 60 familje, po. Mbani mend ndonjëherë kur është vendor? Jo. S'është vendor fare. Ka dhe probleme, më tha, mungesa e kontenjerëve koshave. Ku i hini? S'ka kosha.
Ku s'kam për urë, si njojmë koshat e njojmë vetëm kur vem Vlorë. Ja. Është e vështirë kjo rrugë për ambulancat, për të tëra, për familje? Për të gjitha. U smura, qarë do vinja ambulanca këtu, pritit vija ambulanca vdis, ngjallesh. Qarë do bëjnë? Ma kam premtuar që do ta bëjnë apo? Jo. Asnjëherë. Jo. Jeni jashtë hartës. Legalizimet u ben. U bën, legalizimet pak nuk bën. U ben. Erdhi ajo, tha s'është në projekt, unë do luftoj. Sa vite keni që jetoni në këtë lagje? Unë kam apërsisht 20 vjetë. Si ka qenë kjo rrugë dhe si është? Ja, si që është rrugë. Nuk është vënë asnjë dorë? Po qatë, jarë. Kam keqë në këtë kohë kaqë. Çfarë problemesh ka tjetër si lagje? Ja, ku e ke ndryqimin, ku e ke kosht në plerave, rrugën, ja këto duham. Ju ka fshi në harta fare? Po. Në defteri? E fshirë është në defteri dhe të zben. Ju kam premtu në një që do bëjnë në? Kur vinë zgjedhjet premtoni, atë në ipni lapin e tëre. Po pastaj? Arroni. S'kujtet më? Arroni. Ja kaq kam për të. Është sa e domosdoshme është që duhet të ndërhyet? Po ku e keni? Ku e keni punën? Kështu që, ju e dini. Kanë ardhur më këta të bashkisë edhe të... Jo. Situata në lagjet periferike mbetet kështu shqetësuese. Banorët përballen me problematika ndërsa infrastruktura është shqetësimi kryesor i tyre. Në zonë mungojnë gjithashtu koshat e mbeturinave dhe ndriçimi rrugor, duke e bërë dhe më të vështirë jetesën e përditshme. Edhe pse propozuar 2 vite më parë, zhvendosja e disa ndërmarrjeve të qytetit në godina të pashfrytzuara për t'i riabilituar dhe vënë në funksion, asgjë nuk ka ndodhur. Ndërkohë që ato po amortizohen, institucionet vazhdojnë të funksionojnë në ambiente të përbashkëta me kushte të papërshtatshme. Rreth 2 vite më parë, duke parë se disa prej institucioneve dhe ndërmarrjeve të qytetit ishin në godina të përbashkëta, u mendua zhvendosja e tyre. Gjithashtu u evidentuan disa godina në qytet, të cilat ishin të mbyllura e nuk po funksiononin prej vitesh. Projekti parashikonte që godinat, të cilat nuk ishin më funksionale, të rehabilitoheshin e në to të zhvendoseshin institucione apo ndërmarrje të qytetit. Emergjente është zhvendosja dhe gjetja e një godine për ndërmarrje në shërbimeve publike, sektorin e ndriçimit, drejtorinë e taksave dhe tarifave vendore, si dhe policinë bashkiake. Një ndërmarrje dhe një prej institucioneve që do të zhvendosej në gjimnazin Shaban Demiraj, është edhe godina e të cilës është jo funksionale tashmë. Por një nismë e tillë edhe pas 2 vitesh ende nuk është realizuar. Në gjimnazin Shaban Demiraj ka mbetur pezull edhe projekti për zhvendosje në këtë gjimnazi, cili prej vitesh qëndron i mbyllur të disa institucioneve apo ndërmarrjeve të qytetit. Siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet pas shpinës time, duket qartë që në një prej shkollave të mëparshme të qytetit të Vlorës nuk po punohet për të rehabilituar, ndërkohë godina apo edhe territori përreth në mënyrë të tillë që t'japet rrugë projektit apo nismës për zhvendosjen këtu të disa ndërmarrjeve dhe institucioneve të qytetit bregdetar të Vlorës. Me e kalimin e muajve, godina e gjimnazit Shaban Demiraj vijon të amortizohet. Lagështia që prej vitesh mbizotron në të, ka nisur të rrëzoj muret për tokë, por ta hyrëse e saj është mbyllur e nuk ka asnjë shenjë nga nisja e punimeve për realizimin e këtij projekti. Në brendësi të teritorit të shkollës nuk janë pastruar ende as mbetjet inerte të një godine e cila është shembur rreth 1 vit më parë, ndërsa institucionet dhe ndërmarrjet e lartë përmendura vijojnë të qëndrojnë në godina të përbashkëta me kushte që lëm për të dëshiruar, për sa i përket standardeve të ofrimit të shërbimit dhe kushteve të punës së punojësve dhe administratës. Ndryshimet në radhët e policisë së shtetit kanë prekur edhe drejtorinë e policisë së qarkut të Vlorë. Dritan Muça është emri i ri që do të mbaj postin e zëvendës drejtorit për krimet në Vlorë. Ndërhita, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit ka firmosur 40 urdhra transferimi apo edhe ndryshimi në radhët e policisë së shtetit, ndërkohë që mësohet që këto kanë prekur edhe drejtorinë vendore të policisë së Vlorës, ku sipas burimeve për Blu Televizion, Dritan Muça do të jetë zëvendës drejtori i krimeve në drejtorinë vendore të policisë së Vlorës, briten edhe zyrtarizime në ditën e vijim.
Ndryshime në radhët e policisë së shtetit, drejtori i përgjithshëm i policisë ka afirmosur plot 40 lëvizje, duke prekur edhe drejtoritë vendore. Mes ndryshimeve është përfshirë edhe drejtoria e policisë së qarkut Vlorës. Dritan Muça është emri i ri që do të mbaj postin e zëvendës drejtorit në krimet në Vlorë. Zëvendës drejtori i ri i policisë së Vlorës Dritan Muça ka një eksperiencë më parshme në disa sektor të policisë dhe tashmë merr një tjetër përgjegjësi në këtë qytet. Pas emërimit në krye të policisë së shtetit, duke e zëvendësuar Ilir Prodanin, drejtori i ri Skënder Hita ka nisur edhe ndryshimet në radhët e policisë, duke prekur disa sektor dhe drejtori. Aktualisht janë firmosur 40 ndryshimet e para, ndërsa pritet që lëvizje të tjera të vijojnë edhe në të ardhmen. Këto ndryshime synojnë rritjen e performancës së policisë së shtetit në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Rikthehemi me turizëm. Riviera shqiptare sipas Travel and Tour World po bëhet një nga destinacionet kryesore bregdetare të Europës, me plazhe magnitse, ujëra të kristalta dhe qytete të vogla idilike. Saranda dhe Vlora ofrojnë kombinim perfekt të jetës së qetë bregdetare dhe trashëgimisë së pasur kulturore. Shqipëria po shfaqet si një nga destinacionet kryesore të udhëtimit në vitin 2026, me rivierën shqiptare dhe lehtësira të reja vizash për vizitorët ndërkombëtar, sipas Travel and Tour World. Në vitin 2026, Shqipëria po veçohet zyrtarisht si një nga destinacionet më emocionuese të udhëtimit në Europë, me zhvillime të mëdha turistike në rivierën shqiptare dhe me një përvojë të thjeshtuar udhëtimi për vizitorët ndërkombëtar. E mbështetur nga hotelet të reja, rregullore të përmirësuara vizash dhe investime të mëdha në infrastrukturë, Shqipëria po bëhet gjithnjë më e aksesueshme për turistët që kërkojnë të eksplorojnë trashëgiminë e saj të pasur kulturore, peizazhet mahnitse dhe thjeshtësinë mesdhetare. Riviera shqiptare po bëhet shpejt një nga destinacionet kryesore bregdetare të Europës, me plazhet e saj mahnitse, ujërat e kristalta dhe qytetet e vogla idilike. Qytetet si Saranda dhe Vlora ofrojnë kombinimin perfekt të jetës së qetë bregdetare, si dhe trashëgimisë së pasur kulturore. Vizitorët mund të eksplorojnë plazhe të fshehura si Gjipeja dhe Filikuri, të cilat ofrojnë pushime të qeta, larg vijave bregdetare të mbipopulluara të destinacioneve të tjera mesdhetare. Rajoni është gjithashtu shtëpia e parkut kombëtar të Butrintit, i listuar në UNESCO si një nga sitet e lashta arkeologjike, që ofron një përvojë të thellë mbi rëndësinë historike të Shqipërisë. Me rritjen e numrit të hoteleve luksoze dhe akomodimeve butik, Riviera shqiptare pritet të bëhet një destinacion i preferuar për turistët që kërkojnë diell, det dhe histori. E ndërsa Shqipëria vazhdon të rritet si destinacion turistik, infrastruktura e vendit po përmirësohet njëshëm. Aeroporti ndërkombëtar i Vlorës në ndërtim dhe i parashikuar të hapet në fund të vitit 2026 do të forcojë ofertën turistike të jugut. I vendosur vetëm 10 kilometra në veri të qytetit të Vlorës, aeroporti i ri do ta bëjë rivierën shqiptare më të aksesueshme për vizitorët ndërkombëtar, duke ofruar një pikë hyrjeje direkte për vizitorët që dëshirojnë të eksplorojnë vijën bregdetare mahnitse. Viti 2026 shihet si një vit i rritjes së luksit për Shqipërinë, me një seri hapjesh të reja hotelesh në të gjithë vendin. Këto akomodime të reja synojnë të plotësojnë kërkesën në rritje për përvoja dhe udhëtimi luksoze, nga mirëqenia e deri tek pushimet luksoze për gjatë Bregdetit. Me një sektor turizmi në rritje, Shqipëria në vitin 2026 ofron tashmë një kombinim unik të eksplorimit kulturor, relaksit bregdetar, aventurës në natyrë dhe qëndrimeve luksoze. Shqipëria tashmë shihet dhe është më e aksesueshme se kurrë më parë, duke e bërë këtë vit momentin perfekt për të zbuluar gjithçka që ky destinacion i mrekullueshëm ka për të ofruar. Qoftë nëse kërkoni histori, natyrë apo luks modern, Shqipëria garanton një përvojë udhëtimi që nuk do ta harroni kurrë. Dalemi te kultura me vendim të Këshillit të Ministrave. Parku arkeologjik i Orikumit është deklaruar pasuri kulturore e paluajtshme. Përmes këtij vendimi është miratuar zonifikimi dhe plani për ruajtje, mbrojtjen dhe administrimin e tij.
Me vendim të Këshillit të Ministrave, Parku Arkeologjik i Orikumit është deklaruar pasuri kulturore e paluajtshme. Përmes këtij vendimi është miratuar zonifikimi dhe plani për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e tij. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha tha se ky vendim forcon kuadrin ligjor dhe institucional për administrimin e një prej siteve më të rëndësishëm arkeologjik në vend, duke garantuar ruajtjen e vlerave historike, duke trajtuar atë si një sit pavarur menaxhimi dhe duke garantuar një qasje më të specializuar për ruajtjen, studimin dhe promovimin e tij. Në thelb të këtij projekt vendimi qëndron miratimi i zonifikimit të parkut në 2 zona kryesore, zona A dhe zona B, të cilat përcaktojnë nivele të ndryshme mbrojtjeje dhe ndërhyrje. Ministri Gonxha shpjegon se zona A përfshin bërthamën e qytetit antik dhe gëzon nivelin më të lartë të mbrojtjes, ku lejohen vetëm ndërhyrje konservuese, restauruese dhe kërkime shkencore, ndërsa zona B përfshin hapësirat përreth me potencial arkeologjik, ku ndërhyrjet zhvillimore mund të realizohen vetëm në mënyrë të kontrolluar dhe pas vlerësimeve përkatëse. Ministri u shpreh se ky zonifikim krijon një ekuilibër të qëndrueshëm të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore. Në kuadër të 23 prillit, ditës botërore të librit, Biblioteka Shevqet Musaraj ka organizuar një nga aktivitetet me nxënësit e shkollave, qëllim kryesor promovimi i librit dhe letërsisë dhe afrimi të rinjve me leximin. Në kuadër të ditës botërore të librit dhe të drejtave të autorit 23 prillit, Biblioteka Shevqet Musaraj ka organizuar një aktivitet me nxënësit e shkollave për të folur rreth librit dhe veprave të ndryshme letrare. Drejtoria e kësaj biblioteke, Iltana Koleka, thotë se libri është gjëja më e rëndësishme i cili kalit intelektin e njeriut. Koleka thotë se të tilla aktivitete kanë për qëllim promovimin e librit dhe letërsisë, por të afrojnë edhe më shumë nxënësit dhe të rinj drejt veprave të ndryshme letrare. Libri mbetet një nga shtyllat më të rëndësishme të qytetërimit, një burim dijeje, reflektimi dhe formimi për çdo brez. Prania sot e juve nxënësve të klasave të 6-ta të 2 shkollave, Ismail Qermani dhe Lev Sallata, jep një vlerë më të madhe këtij aktiviteti, sepse këtu jeton e ardhmja e leximit dhe kulturës tonë. Libri merr kuptim të plot pikërisht atëherë kur lexohet, përjetohet dhe për cilët të kërcili. Në këtë kontekst edhe një rol të veçantë, roli i institucioneve vendore, që ju duhet ta kuptoni është Bashkia Vlorë, mbetet thelbësor në mbështetjen dhe promovimin e kulturës së leximit, duke mbajtur bibliotekën një hapësirë të gjallë, bashkëkohore dhe të hapur për komunitetin. Për Edlira Çerkezin, drejtuesen e Departamentit të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë, të rinjtë e sotëm janë larguar nga libri, por ajo thotë se libri nuk e zëvendëson askush, ndaj është e rëndësishme që të lexohet letërsi dhe mbi të gjitha të jenë të rinj krijues të veprave të ndryshme letrare. Se sot jetojmë në një tjetër epokë, jetojmë në epokën digjitale dhe libri, letra, na largohet nga duart. Unë e falenderoj nga zemra, sidomos drejtoreshin Tanën, e cila, për hir të së vërtetës, le t'i themi sa të vërteta, i ka kthyer faqe këtij institucioni. E ka bërë derën, e ka hapur të derën bibliotekës Kanat, themi ne, nga të dy anët, për të gjithë lexuesit, të vogël, lexuesi vogël dhe i madh. Ka kërkuar me një këmbgulje ashtu siç e ka njohur studente, siç e ka njohur kolege, për të përfunduar detyrat e për ta bërë në port të vërtet të dijes në qytetin e Vlorës. E ftuar në aktivitet autorja e mirë njohur Sonila Strakosha. Ndërsa si autore e veprave të ndryshme letrare, ajo vjen në Bibliotekën e Vlorës për të promovuar librin Portret gjysheje. Në fjalën e saj, Strakosha ka një thirrje drejtuar të rinjve për të hequr dorë nga teknologjia dhe për t'u afruar me librin. Sot është dita e librit, libri nuk do të bregtis kur, është e vërtet, doli në fillim, filloi ajo koha e bukut, na pëlqeu shumë, na u duk wow, na bëri. Po kuptojmë që gjithsesi tek një prap tek libri letër. Si ka thënë Umberto Eco, libri është letra e librit është si rrota, është si fika. Do të thonë janë ato shpiket e para, por që nuk do dalin kurrë jashtë përdorimit, nuk do dalin kurrë jashtë modit, do të jenë gjithmonë të nevojshëm për ne. Aktiviteti u ndoq me interes nga mbi 80 nxënës të shkollave 9-vjeçare të qytetit, të cilët u përfshin në të duke interpretuar pjesë të ndryshme nga veprat letrare.
Shuhet në moshën 89 vjeçare akademiku i shquar shqiptar Recep Qosja, ndërsa i është dhënë lamtumira nga një rreth i ngushtë familjarësh në respekt të amanetit të tij. Recep Qosja njihet si shkrimtar me një penë të vyer, kritik letrar dhe historian. Është ndarë nga jeta akademiku i mirënjohur Recep Qosja, ndërsa lamtumira ishte dhënë pranë një rrethi të ngushtë familjarësh, duke respektuar amanetin e tij. Në një njoftim zyrtar, familja ka bërë me dije se nuk do të organizohet ceremoni pritje nga familja dhe se po ashtu nuk do të marrë pjesë në organizime. Recep Qosja lindi në 25 qershor 1936 në Vuthay të Gucis, ndërsa njihet si shkrimtar me një penë të vyer, kritik letrar dhe historian. Si shkrimtar ai njihet kryesisht për romanin e tij të vitit 1974, Vdekja më vjen nga sy të tillë, i përkthyer në shumë gjuhë, Një dashuri dhe 7 mëkate, Nata është dita jon, Bita askujt, Sekretet e zbuluara dhe shumë të tjerë. Ai ishte doktor i parë i shkencave filologjike në Kosovë, autori antologjive dhe monografive të ndryshme shkencore, duke përfshirë një histori trevëllimshe të letërsisë shqipe në periudhën romantike. Qosja ka shkruar libra që përshkruajnë historinë e popullit shqiptar në Ballkan dhe ka spikatur si figurë në bisedimet e paqes për t'i dhënë fund luftës së Kosovës të vitit 1999. Peshngritja shqiptare Enkileda Carja, e cila mbron ngjyrat e flamurtarit, ka dhuruar një tjetër paraqitje për të mbajtur mend në kampionatin evropian që po zhvillohet në Batumi të Gjergjisë, duke fituar dhe 2 rekorde për të rinj në disiplinat e shkëputjes dhe dygarshit. Enkileda Carja shkruan historinë thyen 2 rekorde në kampionatin evropian të peshngritjes, në total ngriti 226 kg. 18 vjeçaria, e cila mbron ngjyrat e flamurtarit, ka vendosur një rekord të ri në disiplinën e shkëputjes dhe në dygarësh. Peshngritja shqiptare Enkileda Carja ka dhuruar kështu një tjetër paraqitje për të mbajtur mend në kampionatin evropian që po zhvillohet në Batumi të Gjergjisë, duke fituar dhe thyer 2 rekorde për të rinj në disiplinat e shkëputjes dhe dygarësh. Sportistja kuqezi dominoi në stilin e shkëputjes ku ngriti 103 kg dhe vendosi një rekord të ri evropian për të rinj, por suksesi i saj nuk u ndal me kaq. Në stilin e shtytjes, Carja ngriti 123 kg, duke kompletuar një garë të nivelit të lartë dhe duke dëshmuar superioritetin e saj në këtë aktivitet. Fal kësaj performanca ajo arriti të thyejë 2 rekorde europiane, një në shkëputje dhe një tjetër në totalin e dygarshit me 226 kg, duke regjistruar një rezultat historik për peshngritjen shqiptare. 18 vjeçaria nga Elbasani, por që mbron ngjyrat e flamurtarit, u dekoruar në këtë aktivitet edhe me titullin Ylli në ngritje i Europës 2025 nga Federata Evropiane e Peshngritjes, një çmim që konfirmon talentin, përkushtimin dhe të ardhmen e ndritur të saj në sportin e peshngritjes. Parlamenti i Turqisë ka miratuar një tjetër ligj të ri që ndalon aksesin në media sociale për personat nën 15 vite në një përpjekje për të rritur kontrollin mbi përdorimin e platformave digjitale nga të rriturit. Parlamenti i Turqisë ka miratuar një ligj të ri që ndalon aksesin në media sociale për personat nën 15 vjeç në një përpjekje për të rritur kontrollin mbi përdorimin e platformave digjitale nga të miturit. Sipas raportimeve, ligji parashikon që të miturve nën këtë moshë të ndalohet regjistrimi në rrjetet sociale, ndërsa platformat do të detyrohen të vendosin sisteme të verifikimit të moshës. Media turke raportojnë se prindërve do t'u jepen mjete për të monitoruar kohën që fëmijët kalojnë para ekranit, si dhe shpenzimet që ata kryejnë online. Gjithashtu në raste emergjente, platformat kryesore do të detyrohen të ndërhyjnë brenda një ore për të kufizuar përhapjen e përmbajtjeve të dëmshme. Ligji pritet të hyjë në fuqi 6 muaj pas publikimit në gazetën zyrtare. Ndërkohë, diskutimet e ngjashme po zhvillohen dhe në vende të tjera. Presidenti francez Emmanuel Macron ka propozuar një ditë pushimi mujore nga rrjetet sociale për të rinjt, me qëllim rikthimin e tyre tek aktivitetet në jetën reale, si leximi apo sporti. Po ashtu, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe liderët e disa vendeve të Bashkimit Evropian kanë diskutuar vendosjen e kufizimeve të ngjashme për aksesin e fëmijëve në media sociale, një nismë që po fiton gjithnjë më shumë mbështetje në Evropë. Ju falenderoj dhe përshëndes. Mirupafshim.